emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimrama, kudo që në ndesni të ndëruar shikues, PDK zgjodhi dje kryetarin e saj të ri, zotin Bedri Hamza, ish ministër i financave, ish guvernator, kryetar komune, kandidat për kryeministër të vendit në zgjedhjet e Nënshkurtit. Në konventin e kësaj partije që mbajt dje, u cilësua zgjedhja ati si një hap i rëndësishëm drejt një përpjekjeje premtuese që me zotin Hamza të krijot një pakt nëse më ta them paqeje për ambientin e fragmentarizuar që ndodhet brenda kësaj partije midis grupeve të ndryshme. Kam ftuar për analistin Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën, për observimet, gjerësimet e pikpamjet që ndanë të holla të detajshme politikisht edhe për këtë ngjarje që nga shumica u tha se është një kapitull i ri, një moment i ri për PDK-n. Për ju, është moment i ri për PDK-n? Po, Rit, tash... Si e shini fillimisht zgjedhjen e tij konventit? Ajo ishte e pritshme, u po qartë që Bedri Hamza do të jetë kandidat, ai ishte madje edhe kandidati, do të jetë kryetar, ishte kandidati vetëm zyrtari i Partisë Demokratike të Kosovës, për shkak të procedurave të brendshme që ndonse Enver Hoxha i shprehu interes që të kandidoj për këtë pozitë, mirë po nuk arriti siç duket i marrë në nënshkrimet, kërkonte më shumë kohë, dihet si ndodhi ajo situatë. Ju e thatë mirë në fillim të emisionit, do thotë që më shumë se kapitull i ri për Partinë Demokratike të Kosovës, si që tentuan ta cilësojnë shumica e atyre që e vlerësuan zgjedhjen që bën, mu më duket një lloj përpjekje që të ndalet fragmentarizimi i brendshëm i këtij subjekti politik, nga se të njëjtit e pranuan, do thotë thuajse pa përjashtim, publikisht nëse i marrim dhe i analizojmë përshëndetjet për zotin Hamza, të gjithë thanë që është momenti i bashkimit të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe kur thua që është momenti i bashkimit, kjo me automatizëm nënkupton që ka pasur përçarje të brendshme, disa të hapura e disa të fshehura për opinionin publik, por që ata që janë aktorë të këtij subjekti politik e dinë më mirë se sa që është gjendja. Unë jam i bindur që në këtë rast, do thotë, mënyra se si shkoi kjo konvent, do thotë, u bë shpejt, pa shoqëruar nga një garë mirëfilli demokratike me një kandidat, edhe subjekte tjera politike, po ashtu deri më tani vetëm nga një kandidat e kanë pasur, përjashto Lidhjen Demokratike të Kosovës, që në disa raste ka pasur dy kandidat kur ishte Fatmir Sejdiu dhe Isa Mustafa. Në përgjithësi të gjitha subjektet tona politike vuajnë nga ky deficit demokratik që nuk arrin të nxjerrin shumë, të paktën 2 deri në 3 kandidat që të konkurrojnë me platformat e tyre, se si ata do ta zhvillonin subjektin e tyre politik në mënyrë që antarësia ta shohin më nga afër se cili program konkurrues është më i mirë për ta dhe për subjektin e cilin participojnë e marrin pjesë. Pra, ishte një inskenim, ishte një përpjekje për të realizuar një detyrë pas dorëheqjes së Memri Krasniqit, dorëheqje e cila erdhi në një moment siç duket, nga se dhe Memri Krasniqi ishte i vetëdijshëm që më nuk ka kapacitete dhe nuk ka mundësi ti menaxhoj këto fragmentarizime që po përshkallëzoheshin gjithnjë më shumë. Drenasi që pika e vlimit e kemi përmendur disa herë në debatet që kemi pasur, do thotë ajo arriti pikën kulmore ku ky subjekt politik nominalisht, se unë jam i vetëdijshëm që ato vota të cilat i ka fituar zoti votat PDK-s, Lladrovci janë votat të kontingjentit elektoral të Partisë Demokratike të Kosovës, por që nominalisht për herë të parë, do thotë pas 25 vjetë mbi 2 dekada të organizimit të zgjedhjeve lokale parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës e humb njërin nga bastionet kryesore të saj elektorale. Pra dhe në kohën kur në pjesën më të madhe të Kosovës ajo nuk kishte ndonjë fuqi. Çka konstatoi kjo konvent dje? Për herë të parë nga kreu i kësaj partie, edhe nga zoti Hamza, po edhe nga ish kryetari Memli Krasniqi. Dëgjarit për mua, për çka u veçua? Për cilën situatë të madhe politike, e cila mbase është mbajtur në tapet një kohë. Dëgjoj, për mua do thotë si kjo elementi i përçarjes duhet
sforcohet, jo në kuptimin duhet të sforcohet që duhet përqahet Partia Demokratike e Kosovës, por në kuptimin publik që të kuptohet se nga vijnë ato antagonizma, nga se publikisht ne nuk kemi parë dallime ndërmjet eksponenteve të këtij subjekti politik sa i përket riorientimit të Partisë Demokratike të Kosovës. PDK-ja fillimisht e kishte identifikuar veten si të majtë, më pastaj kaloi si e djathtë konservatore dhe pa asnjë telashe dhe pa asnjë debat të brendshëm u transformua brenda natës në një parti liberale. Nuk ka pas asnjë lloj debati brenda këtij subjekti politik në kuptimin e krijimit të fraksioneve ideologjike dhe politike se për çka lufton njëri krah dhe tjetër. Tash pse kanë lindur këto përçarje? Cilat janë arsyet që kanë çuar në këtë fragmentarizim të këtij subjekti politik të brendshëm, por që është mirëmbajt fasada e jashtme. Në aspektin e jashtëm kanë arritur ta mirëmbajnë. Dhe kjo është me rëndësi që të kuptohet. Do thotë sepse këtu është thelbi i problemit në këtë subjekt politik. Cilat janë arsyet e vërteta dhe të mirëfillta të tensioneve që janë akumuluar ndër vite. Arsyet ideologjike mbase mund të mos jenë shumë. Dëgjona, ne nuk dim në opinionin publik, ne nuk kemi parë debate të njërit krah me krahun tjetër për riorientimin. Atëherë janë arsyet që duket më tepër natyrës klienteliste. Sepse nuk po gjej mund ta lëdohet më shumë. Mund ta lëdohet sepse nuk po mund të gjej arsye tjera publike dhe politike që do të na krijonin një pasqyrë të qartë mbi gjendjen reale në këtë subjekt politik. Po zotin Hamza, në fjalimin e tij, në ekspozimin e tij, ishte një ekspoze i një lideri që pret fitore të mëdha politike. Po unë ndëgjova dhe zotin Hamza pikërisht kur tha që duhet të tejkalohen hatërmbetjet. Unë mendoj që arsyeja më e paktë pse ka ardhur kjo situatë në Partinë Demokratike janë hatërmbetjet personale. Nuk është puna hatërmbetjeve personale, nuk janë konfliktet poezon ndërmjet zotit Lushtako, ato janë evidente, nuk kemi çka t'i shpikim, ndërmjet zotit Lushtako dhe zotit Ladrovci, pasoja hatërmbetjeve të tyre personale. Janë shkaqe tjera që kanë qenë. Dhe jo vetëm ndërmjet këtyre dy personaliteteve të fuqishme të këtij subjekti politik, por edhe të tjerëve. Janë arsye tjera që kanë qenë në këtë konflikt. Dhe a do të ketë tash fuqi, shtrohet pyetja, zoti Hamza, që ti menaxhoj e ti tejkaloj këto arsye konfliktuale që ndodhen ndërmjet këtyre grupeve në këtë subjekt politik. Sepse nuk është punë e hatërmbetje. Tek rasti i liderit të ri të PDK-s. Pse keni dilema? Jo, ndëgjoj. Dilema edhe mund të keni, po vëj pyetjen më direkte. Pse keni këtë dilemë? Unë po e ngris si diskutim. Kjo është sfida me cilën do të përballet ky subjekt politik dhe kryetari i këtij subjekti politik. Sepse ky e mori këtë detyrë. Hamza po shihet qartë që e mori detyrën e Partisë Demokratike të Kosovës vetëm për të kompensuar dobësinë e memlit në menaxhimin e këtyre tensioneve. Nga se po të vazhdonin këto tensione, shihet qartë se Partia Demokratike e Kosovës do të humbte edhe më shumë elektoralisht. Prandaj, më shumë se për fitore, e kam thënë edhe para se të bëj Hamza kryetar, më shumë se sa për fitore elektorale kundër Kurtit, për rifuqizim dhe për shndrim në një subjektin e parë politik në vend, interesi primar i këtij subjekti politik është se si të arrit paktën të ruaj gjendjen momentale, status quo-n aktuale. Kështu unë e shoh domethënë sfidën kryesore të Partisë Demokratike. Dhe kjo është detyra në zgjedhje garojnë që pritet të mbajë Kosova shpejt për dalë të parat. Pajtohem unë nominalisht, pajtohem formalisht që tu nuk është kauza e tyre kjo. Jo, kauza ishte e qartë. Ne të jemi të bashkuar, të ruajmë këtë fuqi politike sepse nëse vazhdojmë të përçohemi edhe më shumë ka rrezik më të madh që edhe kjo potencë elektorale që e kemi të natkurët. Pra betejë kryesore e Bedri Hamzës në këto në betejën që e pret, sidomos në zgjedhjet aktuale, në zgjedhjet që po duken të pashmangshme nacionale, do të jetë që t'i prikë kësaj betejë shpejt që të mos ndikoj që të marrin përmasa më agravuese këto tensione dhe që të paktën të ruhet momentumi aktual i Partisë Demokratike të Kosovës dhe jo që pritet ndonjë rezultat spektakolar, ndonjë mrekulli politike ku ky subjekt politik do ta tejkalonte Kurtin. Për bindjen time, ta them me sinqeritet, për bindjen time, sot Partia Demokratike e Kosovës lufton që ta ruaj pozicionin e saj në raport me Lidhjen Demokratike të Kosovës, jo me lëvizjen vetëm.
lufton që ta ruaj pozicionin e saj superior aktual në raport me lidhjen demokratike të Kosovës, jo me lëvizjen vetëvendosje. Nuk është rastishme që në dy profilet e leadershipit të këtyre dy subjekteve politike janë pak a shumë të ngjashme sa i përket sfondit profesional. Do thotë Bedri Hamza ka pamjen, ka aparencën, ka investimin e një teknokratit, të një ekonomistit, të një financieri, të ngjashëm me atë të Lumir Abdigjikut. Pra konkurenca zhvillohet në këtë drejtim si ndërmjet tyre subjekteve politike, ashtu edhe profili i leadershipit të tyre është identik dhe ka dallime radikale me profilin politik të populizmit të Albin Kurtit. Pra unë kështu e shoh. Jo, Hamza në shini si konkurent protagonist politik që betejën do ta bëj për ta mirëmbajtur statusin e PDK-s, për ta ruajtur këtë fuqi politike të dytën në Kosovë. Betejën kryesore e ka me lidhjen demokratike të Kosovës, nuk e ka me lëvizjen vetëvendosje aktualisht, siç është shihet. Ne edhe e kemi përmendur edhe në emisionin e kaluar, edhe ngjarja që ndodhi në qytetin e Mitrovicës. Do thotë ai ishte konflikti ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, ka pasur apo s'ka pasur abuzime të votave, mirë po nuk kemi parë Bedri Hamzën të impenjuar shumë që të prodhoj një momentum dhe solidaritet politik, një mobilizim politik për ta mbrojtur fitoren e tyre të pretenduar. I kanë ndjekur procedurat ligjore, po dallojnë procedurat ligjore prej vokabularit politik, prej mobilizimit politik, prej krijimit të një atmosfere për ta denigruar politikisht, publikisht dhe politikisht manipulimin që e paska bërë lëvizja vetëvendosje. Dje thu Hamza, nuk e çoj mesazhin që ka kauz për ta mundur Kurtin. Kurti i ofroi bashkëpunim. Po? Tha, është i gatshëm të bashkëpunoj edhe me Albin Kurtin atë që e konsideron si interes të vendit. Ky në titujt kryesor të mediave, titujt kryesor të portaleve dje ishin që si kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës nuk ka vija të kuqe në raport as me nuk kam pasur asnjëherë. Asnjëherë nuk kam pasur vija të kuqe, mirë, po nuk kam as aktualisht me. Kishte kohezion si politikan. Po ishte si kohezion, mirë, po ka ndodhur edhe zhvillime të tjera. Partia Demokratike e Kosovës e ka bindjen që lëvizja vetëvendosje ka manipuluar në procesin zgjedhor në Mitrovicë. Tash kjo është nonsens logjik. Si mund të mos kesh vija të kuqe me dikon që ta ka vjedhur fitoren në mënyrë ilegale? Kjo është sfidë shumë e madhe të cilën duhet ta qartësoj ky subjekt. Argument që mund shtrohet, por zoti Hamza në historikun e tij si politikan shuhet, karakterizohet si një politikan që nuk e duart troket, nuk e admiron grindjen, polemikën, cilësua si politikan teknokrat. Po. Me një karrierë të jashtëzakonshme në kuptimin administrativ dhe politik. Nuk e ka duart trukitur asnjëherë fjalorit politik që vendos vija të kuqe për kështu në këtë sens. Ndëgjoj, unë po pajtohem, mirë, po situata është pak më radikale është. Situata është më radikale për shkak të vetë pretendimeve që ka ngritur ky subjekt politik. Do thotë në momentin profili Hamzës thu nuk është adapt në i përshtatshëm për situatën politike që Kosova. Nëse Partia Demokratike e Kosovës pajtohet që i ka humbur zgjedhjet, sidomos në qytetin e Mitrovicës, në mënyrë të ligjshme, atëherë edhe mungesa vijave të kuqe ndaj lëvizjes vetëvendosje mund të jetë koherente me këtë profil dhe qëndrim që ju po e përshkruani. Mirë, po ndërmjet një konstatimi për një inxhiniering manipulativ sa i përket këtij procesi dhe fitoreve tjera elektorale duke shfrytzuar klientelën politike dhe demonstrimit për kooperim politik me këtë subjekt, kjo është kontradikt shumë e madhe politike. Me asë këta nuk jem vijat kuqe. Nuk e kam për krahor, nuk jam për të vendosur vijat kuqe ndaj asnjëri. Dëgjoj, po tash PDK-ja nuk ka vlerësim që Lidhja Demokratike e Kosovës i ka manipuluar zgjedhjet Mitrovicë. Ose në një qytet tjetër. Nuk ka vlerësim që Lidhja Demokratike e Kosovës po e kërcënon shtetin e Kosovës për shkak të prishjes së marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar. Dallon, është ky fjalor politik që e ki për lëvizjen vetëvendosje dhe gatishmëria për kooperim në raport me këtë fjalor politik e bën kontradiktore këtë çështje. Kjo është çfarë tha votuesit e PDK-s dje në mënyrë të përmbledhur. Në mënyrë të përmbledhur i tha që ne e nxiti për nuk e nxiti për reforma. Ngritjen, kuptimin
figurativ, po thëmë, Jo. që të mobilizohet, jetë i nxitur, i motivuar të marrë pjesë sa më masovikisht në zgjedhje. Jo, absolutisht jo, domethënë ai fjalor politik, ai fjalor politik që dje u transmetu, do thotë që u tha, nuk e transmeton këtë mesazh, nuk është fjalor i thirrjes për rezistencë politike ndaj një pushteti që sipas qëndrimeve publike të Partisë Demokratike të Kosovës është jo i lehtëshëm, është i legjitim, është i domshëm si për zhvillimet e brendshme, ashtu edhe për pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, por nuk i mbylli dyert edhe për ndonjë bashkëpunim në një të ardhme të afërt me të gjitha subjektet, mirë kuptohemi në këtë drejtim, me të gjitha subjektet politike, por pa përjashtuar as kryefajtorin sipas tyre të gjendjes në të cilën ndodhet Kosova. Kështu që në këtë drejtim, ky fjalori politik i tij ishte thirrje për unitet të brendshëm e para, thirrje për unitet të brendshëm, të ruhet struktura aktuale e Partisë Demokratike të Kosovës, në vend të reformave të mirëfillta në këtë subjekt politik, grupet e fuqishme ta gjejnë gjuhën e përbashkët, kjo ishte, grupet e përgjithshme ta gjejnë gjuhën e përbashkët brenda këtij subjekti politik dhe të mos përçohen deri në ekstrem për të prodhuar, sepse humbja do të jetë e të gjithëve. Ideja është duke vazhdu këtë frymë të antagonizmit të brendshëm, në fund do të humbim të gjithë. Prandaj duke pranuar gjendjen dhe publikisht. Duke pranuar gjendjen, mbase është zgjidhje racionale dhe politike me gjithë konsekuencat e kësaj çfarë po diskutojmë. Ajo që është rëndësishme që e përmendet, të pranohet gjendja dhe të punohet, ta thot publikisht, po punoj, qëllimi im është të bëhemi bashkë dhe të vijojmë marrëdhënie. Ajo që është rëndësishme që e përmendet edhe ju, do thotë që vokabulari i tij, fjalori i tij dhe për herë të parë thujse në mas të përgjithshme Partia Demokratike e Kosovës e pranoi që ndodhet në një moment delikat sa i përket këtyre tendencave fragmentarizuese, por që ky pranim është i pamjaftueshëm në vetveten nëse nuk adresohen shkaqet që e kanë prodhuar këtë situatë. Ishte konstatimi i përbashkët nga analiza që bëm që ato të paktën natyrë ideologjike nuk kanë. Dhe tash, cilat janë arsyet? Në tona dimensionet mund të trajtojmë. Nga dimensioni ideologjik ekziston arsyeja që kjo ndodhet të shprehet në këto përmasa? Jo. Cilat janë arsyet? Tash, PDK-ja duhet ta kërkoj arsyen madhore gara për pushtet, gara për pushtet, gara për ndarje interesave, forcim të klientelave të brendshme partijake. Kjo është njëna prej shkaqeve kryesore që e ka prodhuar këtë situatë të pakëndshme. Dhe tash, Bedri Hamza do duhet në këtë klim të navigoj, në këtë klim të tensionuar politike, të navigoj politikisht që t'i mirëmbaj A besoni se do t'ja arrijë Hamza? Nuk e njohur si politikan, që nuk e adminon grindin, po them, konfliktin, polemiken, që mund bëj bashkë në këtë kauzën e tij, me rrëfimin e tij si kryetari i PDK-s, nëse mund ta them kështu, për ta restauruar një situatë gjysmë, çfarë më thotë, kritike, jo të mirë tash ndroj atë në fry mobilizimi për një PDK unike. Mbetet fry mobilizimi i vështirë, mbetet të shihet kjo. Po shtoj dilema. Pa pajtona plotësisht, mbetet të shihet, do thotë bilanci i qeverisjes së këtij subjekti politik, mirë po ne edhe dje e pam, do thotë që para se të fillonte konventa, nga prononcimet mediale, kryetari i Degës Skenderajt e bëri qartë që ai personalisht do jetë gjithmonë kundër rikthimit të Ramez Ladrovcit në Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe kjo është sfida kryesore e Bedri Hamzës, pa përjashtuar tjera, do thotë që çfarë do të kupton kjo? Personalisht ai është gjithmonë kundër rikthimit. Unë ta jem kryetar partia Hamza, unë po ndëgjoj, u përgjigj në këtë çështje. A do ta mbaj fjalën apo jo? Mbetet të shihet, po tash sfida kryesore e tij do të jetë e para se si ta bind Sami Lushtakun që të bëj kompromis apo sfidohet pak me pa të drejtë zoti Hamza që sapo mori mandatin me figurën e zotit Lushtakut. Jo vetëm të Lushtakut, këtu e mora sepse ai pa prononcim publik. Sepse edhe në VV tjetër është retorika. Zotin Hamza. Tjetër është retorika e lëvizjes vetvendosje në raport me
Bedri Hamzën tjetër kjo që po shtroj. Unë po i referohem vetëm deklarimeve publike të zyrtarëve të këtij subjekti politik. Momentin kur s'kam çfarë pa të rresh paralelen edhe në atë që po lëvizja vetëvendosje tenton ta shfrytëzoj Sami Lushtakun si gogol politik për përfitime elektorale. Ndërkohë unë nuk mund të kem interpretim tjetër nga ajo që e tha me z dhe me figurë zoti Lushtaku që unë do të jem kundër. Gjithherë tha do, po. Gjithmonë do të jem kundër një ribashkimi me Ramiz Vllazon. Po në fund duke ia lënë si një lloj kompetence, natyrisht ai la në fund derën hapur si një lloj kompetence e kryetarit të ri dhe tash kjo është sfida primare sepse zgjedhjet po afrohen, kjo është sfida primare se si truhet edhe ai kontingjenti i votave të Partisë Demokratike të Kosovës në drenas brenda korpusit total të votave të këtij subjekti politik. Dhe kjo është vetëm një pikë se ka edhe shumë sfida tjera. Tjetra që ishin disa vlerësime, siç e thatë në fillim, kapitulli i ri për Partinë Demokratike të Kosovës. Të gjithë e thanë pa përjashtim, lideri i dur dhe kapitulli i ri. Këto vlerësime në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme krijojnë një implikim tjetër që janë ndërmë ofenduese për vetë ish kryetarin aktual. Pse ish kryetari Krasniqi nuk ka pasur mundësi ta krijojë një kapitull të ri për Partinë Demokratike të Kosovës? E kanë thënë? Pse? Bëri sakrificë. Po të njëjtit thanë. Duke vlerësuar rolin e kontributit me Memli Krasniqi thanë, ai ishte kryetar që e mirëmbajti PDK-n, një rezultat të mirë për PDK-n, rriti PDK-n, bëri sakrificë për PDK-n, menaxhoi dhe e udhëheqi në kohë shumë të vështirë. Cilat ishin dobësitë e tij? Tash shkon kjo fjalia forme të dytë. Cilat ishin dobësitë e tij për të mos mund të hapur një kapitull të ri për Partinë Demokratike? Pse vetëm Bedri Hamza do të mund të hapë këtë kapitull të ri dhe jo Memli Krasniqi? Këto janë dilemat të cilën ata duhet ju përgjigjen sepse janë ofenduese në raport me mënyrën se si ai e ka menaxhuar këtë subjekt. Ofenduese janë këto vlerësime nëse Bedri Hamza është ai personi i cili e hap një kapitull të ri politik në këtë subjekt, cila është arsyeja që Memli Krasniqi nuk ka pasur fuqi politike ta bëjë një gjë të tillë. Prandaj në vend të këtyre termave që unë e shoh kështu, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës dje, sot dhe prej kur ka filluar kjo temë, më shumë ajo po tenton ta bind opinionin në diçka që nuk është e bindur as vet. Unë jam i bindur që intimisht vet, do të ky subjekt politik nuk është i bindur që kjo është rruga e dur që kanë zgjedhur për ta reformuar partinë e tyre, por ka qenë një imponim i qastit për shkak të atyre faktoreve paraprak të cilët i përmendëm. Pra, si Memli Krasniqi, si gjithë ata që e glorifikuan këtë momentum politik që po tentojnë ta krijojnë, si figurë politike të gatshme për të përballur me gjitha këto tundime në PDK. Unë tash jam i bindur që ai do të tentoj ti menaxhoj këtu. Kredibiliteti dhe autoriteti i tij është ndryshe në raport me Memlit Krasniqit. Ai normal që gëzon një respekt më të madh sa i përket bazës elektorale, edhe të këtyre grupeve të cilët janë vertikale dhe horizontale. Edhe në gjitha dimensionet do thotë nuk ka diskutim që zoti Hamza ka përparësi në drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës në raport me Memlin Krasniqin për arsye të ndryshme, mirë pa ajo që unë e kam si ankth ose ta quaj si shqetësim, që krejt përpjekja e tij politike do të konsumohet vetëm nga mirëmbajtja e këtij unitetit brisht dhe që do t'ja konsumoj energjit për të shndruar në një figurë alternative ndaj lëvizjes, kryesisht ndaj Albin Kurtit. Kjo është, do thot, njëra prej pengesave kryesore me cilën do të përballet Bedri Hamza në këtë fazë të ndjeshme politike, si për subjektin e tij ashtu edhe për skenën politike në Kosovë. Pra, në vend të orientimit të gjitha energjive dhe kapaciteteve partijake, të mobilizimit të tyre kundër Albin Kurtit, i gjithë investimi i tij do të konsumohet nga kjo temë e brendshme partijake. Do ta flasim këtë pas pak. Si do ta matni Bedri Hamzën në rrëfimin e tij? Ne presim, do thotë si do ta matni. Kush është një simas? Cili faktor? 1, 2, 3. Dëgjoj, ne presim tash se çfarë ai do t'i ofrojë opinionit publik. Deri tash rrëfimi i tij, do thotë, është ekskluzivisht në atë të unitetit të brendshëm partijak. Dhe nëse kjo mund të konsiderohet mbase për antarësi një lloj suksesi që e ndali një proces të rrezikshëm për këtë subjekt politik. Pra do të përkthehet më pastaj kjo për Partinë Demokratike të Kosovës në një subjekt e cila ka ndërtuar një narracion, një rrëfim alternativ ndaj Albin Kurtit, mbetet të shihet. Mirë, po detyra imediate e këtij
leadershipi të ri të PDK-s dhe këtij subjekti mbetet se si vetëm të mirëmbahet të gjendja aktuale. Dhe kjo mund të konsiderohet, po kjo do me përbërjen e re të kryesisë. me përbërjen e re të kryesisë, me zgjedhjet të cilat do të vinë shumë shpejt, ato do të jenë testi kryesor për Partinë Demokratike të Kosovës dhe kjo më pastaj ai rezultat do të jetë përcaktues se çfarë kohë do të merr si ky subjekt politik ashtu edhe Bedri Hamza si drejtuesi i saj, sepse nëse rezultati mund të mos jetë shumë i kënaqshëm për këtë subjekt politik, atëherë nuk mund të tejkalohet kjo krizë nga se përsëri do të vazhdojnë këto shqetësime, këto tensione të brendshme, do të kërkohet përgjegjësia, do të kërkohet fajtori në fundit nga se në zgjedhjet e kaluara të 9 shkurtit Partia Demokratike kishte ofruar një solucion tjetër me një kryetar dhe me një kryetar tjetër në raport me një kandidat për kryeministër, ndërkohë sot pozita e kryetarit të partisë është unike me atë të kandidatit për kryeministër dhe parimisht kjo duhet të përkthehet në përkrahje më të madhe për këtë subjekt politik. Nëse mungon kjo, me sa po e shoh zoti Kasu, nuk keni bindur që zoti Hamza dëshiron të bëhet kryeministër. Jo, ai dëshiron të bëhet kryeministër. Dëshiron në filli po them. Jo, ai dëshiron sepse çdo kusht që është në konkurrencë politike synon pozitën e kryeministit, kjo nuk diskutohet. Por unë po flas për pengesë. Po e shihni pa karshillak politik. Jo, unë po flas për pengesë. Formalisht ka karshillak, ka oponentë politike. Jo, unë po flas për pengesa strukturore të cilat i ka trashëguar Bedri Hamza, që do të jenë sfidë shumë e madhe për të e të cilat mund të ndikojnë në suksesin apo mos suksesin e tij. Kjo është ajo që unë po e specifikoj, që u tha publike më në fund për herë të parë dhe nga vetë eksponentët e Partisë Demokratike të Kosovës që jemi pikë 5 në një farë mënyre dhe duhet ta gjejmë forcën që ta tejkalojmë këtë sfidë më shumë të mbrëmshme se sa në raport me zotin Kurti. Partia Demokratike e Kosovës dëshmoj që aktualisht sfidë më të madhe e ka vetveten se sa oponentët e saj politik. Dhe nëse që nuk arrit ta menaxhoj si duhet vetveten, pasojat do të jenë më fatale për këtë subjekt politik. Kjo është detyra kryesore politike në këtë fazë imediate e zotit Hamza. E shihni si kryetar të përkohshëm. Ajo tash nuk mund ta paragjykoj, do të varet prapë tham nga rezultatet e zgjedhjeve, do të varet nga shumë faktorë që nuk janë të lidhur edhe me zhvillimet në Kosovë, nga se kjo do të varet edhe çfarë epilogu do të merr gjykata speciale. Mirë po unë jam i bindur që është kriju përshtypja që Partia Demokratike e Kosovës aktualisht është në pritje të përfundimit të atij bilanci dhe ka një farloj disponimi që mbase asnjëri prej këtyre që aktualisht ndodhen në krye të saj nuk mund dhe nuk kanë kapacitete ta sfidojnë zotin Kurti dhe janë pritje të rikthimit të njërit prej liderëve kryesorë. Do të ketë disponimi. Vërejtja ekziston. Ardha zotit Façi mund të jetë një momentumin e art politik për ta rrëzuar zotin Kurti. Praktikisht Partia Demokratike e Kosovës deri më tani 3 shpresa i ka mbajtur për ta sfiduar kryeministrin në detyrë Albin Kurti liderin e lëvizjes që asnjëra s'kan qenë të varura nga aksionet e saj politike. E para ka qenë se betejën për ta do ta zhvillojnë mediat, sepse masën më të madhe kanë shpresuar që konfrontimi i mediave me kryeministrin Albin Kurti mund të krijojë një momentum politik që këta për të përfituar nga ky konflikt. E dyta, thellimi i përçarjeve dhe thellimi i kurtheve ndërmjet Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, po ashtu mund të krijojë një situatë të favorshme për Partinë Demokratike të Kosovës. Do të shpresa e dytë ka qenë që eventualisht grimja Kurtit me miq mund të shndrohet në alternativë, do të shpresa ka qenë që sa më shumë thellohen këto përçarje ndërmjet Kurtit dhe partnerëve ndërkombëtar, këta mund të përfitojnë elektoralisht. Madje nga ajo që kemi përmendur deri te edhe një skenar i listimit dhe i futjes në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e që do të ishte një moment delikat për Kosovën, sepse si do të mund pajtojë kjo shoqëri që lideri i saj kryesor apo drejtuesi i shtetit jetë në listën e zezë të SHBA-ve, dhe e treta me përfundimin e gjykatës speciale dhe me lirimin e liderëve themelues të këtij subjekti politik. Pra është kjo lloj gjithë shpresa e eksponentëve aktual të Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë varur
përfitore kundër Kurtit nga këta faktorë që dalin jashtë Partisë Demokratike të Kosovës. Asnjëri nuk është grindja media me Kurtin, grindja Kurtit me komunitet ndërkombëtar dhe rikthimi i zotit Thaçi, zotit Veseli nga gjykata speciale, liria, vendimi për lirinë e tyre në shans për rrëzimin e Kurtit dhe për këtë subjekt politik, por të cilat asnjëra nuk janë produkt i aksioneve politike të këtij subjekti politik. Pra, deri më tani, ky subjekt politik shpresën e ka pasur në faktor eksternal. Nuk ka besuar, s'ka pas besim në vetvete që mund t'i prili betejë politike për ta minuar e për ta rrëzuar. Fitore juridike në gjykatë konstitucione. Nuk e kapitalizoi politikisht. Nuk e konsolidoi, nuk e ndërtoi. Këtë drejtim është kombinatorika e këtyre faktorëve që unë po i përmendin, varet se ka do të krijoj në këtë subjekt politik. Zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritet shpallën mbase nesër kur zoti Konjusa mund të mos e marr votbesimin. Brenda 45 dite. Po. 30 deri në 45 ditë është diskrecion i presidentës që ta vlerësoj këtë periudhë. Kohë të ligjshme kushtetuese mund të jetë mbase edhe 21 dhjetore apo 28 dhjetore, siç është trumpetuar, por zhvillimet e fundit duket se do ta bëjnë president që të vendosë për datën 21 dhjetor. E shihni Kurtin duke operuar, thuaj se pa pengesa serioze nga oponentët që rimarr legitimitetin edhe një herë ka solli? Ndëgjoni, unë rezervohem që t'jap prognozë sa i përket rezultatit të zgjedhjeve. Ato e bëjnë hulumtimet e opinionit publik. Po dhe ato në fund po dalin që aktualisht disponimit dhe situata është e favorshme për lëvizjen, për Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosur. Situata është, do thotë, më e favorshme dhe ka një momentum më të madh politik për këtë subjekt politik, sidomos pas zgjedhjeve lokale, pas këtyre telasheve që ju ndodhen subjekteve opozitare. Duket që atmosfera është më tepër në favor të se cilit do të jetë, se si do të përkthehet ajo në numra, se si do të reflektohet ajo në fund kur KQZ-ja ta shpall rezultatin, mbetet të shihet, rezervohem të jap konstatime të këtilla, mirë po përparësia aktuale e Albin Kurtit mbetet e qartë edhe për vetë këto subjekte politike. Pra po tham, edhe këtë që e bëri Partia Demokratike e Kosovës, sfidën kryesore ajo e ka është që si ta bind veten në atë që po munduhet të na bindë edhe neve. Do të njerëzit e PDK-s mas pari duhet ta bindin veten që me të vërtetë ky është një kapitull i ri për Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe përpjekja për t'i bind tjerë në atë që nuk janë bindur vet është burimi i disonancave të këtij subjekti politik. Kështu unë shoh telashën kryesore sa i burimi i disonancave. Po këtu e shoh telashën kryesore, po edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e tejkaloi sfidën e Prishtinës, se ç'kemi thënë, sepse kjo do të ishte një katastrofë për këtë subjekt politik, por jo që përfundoi mirë me situatën përreth Prishtinës. Pra këto dy subjektet kryesore, konkurruese, alternative ndaj Albin Kurtit hynë me një gjendje jo fort të favorshme, jo shumë favorizuese për to, prandaj ndërkohë vetë kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës tashmë për kryeministër pos humbjes së zgjedhjeve të 9 shkurtit kaloi jo mirë edhe në qytetin e Mitrovicës, pavarësisht pretendimeve që zgjedhjet ishin të manipuluara, mirë po nuk mund të themi se nuk është i lënduar. Është i lënduar politikisht, pavarësisht pretendimeve që zgjedhjet ishin të manipuluara, në ato që thatë ju se edhe para 3 ditë me sa di unë që megjithatë kanë arritur një sukses momental sepse në gjitha studiot televizive po dominon kjo pikpamje që zgjedhjet janë të vjedhura, po dominon nga analistët që zgjedhjet janë të vjedhura, por unë ta mura kundër shembullin që vetë personi kyç në këtë betejë ende nuk ka opinion që janë të vjedhura apo nuk janë të vjedhura zgjedhjet në qytetin e Mitrovicës dhe nuk munden pa funcë respektoni traditë politike për të respektuar pushtetin e institucioneve të pavarura. Dëgjoni, në rregull është kjo, unë po flas për betejë politike, do thotë, ata duhet ta bindin veten e para që zgjedhjet kanë qenë të vjedhura dhe më pastaj të tentojnë të na bindin edhe neve dhe të tjerëve. Sepse nuk mund ta kompensojë mungesën e betejës politike të këtij subjekti, nuk mund ta kompensojnë as mediat as kush tjetër. Dhe kualifikimi që ishte një inxhiniering i manipuluar me
demonstrimin e vullnetit edhe për bashkëpunim politik me atë subjekt i cili është përgjes sipas tyre për rënimin e demokracisë, është një kontradiktë e madhe politike që është shkaku kryesor që e bën rrëfimin e këtij subjekti politik ende jo shumë bindës sa i përket Taullët po ndëgjohet ushtimi atyre vetëm në vetvendosin, nëse mund ta themi figurativisht ashtu. Kjo është bilanci i këtë kësaj situate politike. Kurti mund të jetë fitues politikisht pra. Po, ndëgjoj, mund të jetë fitues. 4 fitues. vite qeverisi Po, nën frymën e një pasiviteti, nën frymën e një karshilloku, të dobët opozitar. pajtohem, do të thotë ne kemi diskutuar disa Histori herë. politike të Kosovës nuk ka pasur. Nuk ka pasur që ka qeverisur më pak i sfiduar, dhe më pak i penguar se sa Albin Kurti. Arsyet tash janë të ndryshme, do të thotë pse subjektet opozitare kanë kalkuluar që nuk ja vlen të ndërmirën veprime ma hiperaktive në drejtim të sfidimit të Kurtit. Atë është kalkulimi i tyre pse kanë ndjekur këtë strategji me shpresën se, që edhe kjo unë mendoj që është gabim në politikë, por është kalkulimi i tyre me shpresën se duke lënë Kurtin të gaboj, do thotë gabimet e këtij do të rikthehen me automatizëm në fitore tonë. Mirë po, as në politikë as askund nuk ndodh që në gabimet e tij të përkthehen me automatizëm në përfitim. Nga se ai mund të arrijë që edhe ato gabime ti menaxhoj dhe ti relativizoj peshën e tyre në raport derisa kundërshtarët nuk janë në gjendje ta shfrytëzojnë. Ne kemi pasur shumë situata të rënda që kanë prek jetën sociale, jo vetëm veriun, por edhe jetën sociale, do thotë sa i përket rrymës, sa i përket shtrejtimit. Tash mos i përmendim socio-ekonomik, por thuaj se kemi pa një opozit indiferente në raport me këto tema, dhe çka është më e keqja, unë jam i bindur, sepse është ky paradoks ndodh në fenomenet sociale, mund të ndodhë që sa më shumë që përkeqësohet situata ekonomike, përsëri përfaqësues të opozitës të shihen më shumë fajtor për këtë gjendje se sa Kurti, nga se ekziston percepcioni që përfaqësues të opozitës janë të shkëputur nga populli. Jeta e tyre që bëjnë apo kupton, krijon atë lloj percepcioni, krijon gabim për mendimin tim. Po ndodhin këto ndodhin këto paradokse, ndodhin në realitete sociale, krijojnë atë percepcion publik që Kurti, edhe pse është përgjes, edhe pse Kurti është përgjes dhe politikat e tij janë përgjese për vështirësitë socio-ekonomike që po krijohen në Kosovë, përsëri qytetarët e Kosovës të jenë më solidar me Kurtin sesa me përfaqësuesit e opozitës, nga se ai shohin si njeriu e ngjashëm të tyre në raport me këta të opozitës, që ekziston percepcioni që bën jetë të shkëputur nga jeta e qytetarëve të zakonshëm të Kosovës. Shumë zotime për xhipazzi, për luksin, për komoditetin, për një jetë të shkëputur, krejt ndryshe, elitare, kapitaliste, nga populli. Për gjitha këto rrëfime, Kurti kishte thënë zotime edhe të detajshme, premtime të detajshme, edhe për shpim buke tjera, vajte, kështu pas njëra nuk mbajt. Dhe përsëri, ky pasivitet opozitare ktheu atë, ktheu në fitues. Dëgjoj, cili ka qenë rrëfimi, jo për me të sfidu, po për me bë polemik, po për me oligarkët, ka bënjet oligarkësh, lloj terma të formuluar, rritja e çmimeve të konsumit e të energjisë e të tjera. Kurti e ka amplifiku tezën që është viktime rrethonave globale në këtë drejtim. Nga saj nuk për shkak të luftës në Ukrainë, për shkak të krizës globale energjetike. Cili ka qenë, do thotë, rrëfimi i opozitës për ta sfidu këtë narracion. Për ta nxjerrë që Kurti është kryepërgjesi për këtë që po ndodhet, që nuk është Facebook ishin të vakët me reagime. Që nuk është Kurti, që Kurti është kryepërgjesi për këtë thellim të vështirësive socio-ekonomike në Kosovë dhe jo që është viktime rrethonave globale. Do të në këtë drejtim, kjo është pyetja themelore ata që duhet të jashtrojnë vetes. A e shihni Kasolli pas çedhjeve, nëse më lejo të parashikoj sipas observimit dhe përvojës politike, edhe nga dimensioni raportimit situatës si gazetar. Qeveria e re duket që do të ketë një fitues në gjendjen e tashme, se kauza nuk mund të krijohet për një javë dhe 2 javë, Kasolli. Zgjedhjet të mbahen shpejt, po them nëse nesër nuk merr vot besimin qeveria e Glauk Konjuc si mandatar për kryeministër,
nëse zgjedhet ma në data që mund të dijem pak a shumë, në 2 data. Atëherë, një fitues do ta ketë dhe do të ketë edhe humbësit. Dhe a shihni që kjo përvojë që ndan politikisht Kosova me këtë një vit, do të kthehet kjo mëlisje në një shans për të bërë qeveria shpejt e shpejt. Logjikisht do të ishte ashtu. A ka nxjerrë mësime? Logjikisht do të ishte kështu. Do të racionalisht, logjikisht kështu do të ishte që gjitha subjektet politike ta kuptojnë që nuk ka fitues absolut në Kosovë dhe se kompromisi është i pashmangshëm, i domosdoshëm dhe i nevojshëm për dalë prej kësaj bllokade e cila mund të na shoqërojë. Mirë, po duke pas sjelljet e aktorëve politik, nuk du t'jap parashikime të kopshmi, mirë po unë kam frikë që do të kalojmë nga njëra krizë në tjetrën. Jam mësuar me gjendjen kaotike. Jemi mësuar me gjendjen kaotike dhe do të kalojmë nga njëra krizë në tjetrën. Ose nëse ka vetëm një fitues absolut të zgjedhjeve që do të jetë në gjendje të krijojë institucionet vet, ose nuk shoh një lloj gatishmërie për kompromis politik, nuk shoh një lloj vullneti do thot për të sjellë ndryshe në raport me atë që në raport me do të kemi repriza në raport me sjelljen që ka dominuar brenda këtij një viti, sepse në fund këtë situatë mendoni që do ta mirë kuptojnë qytetarët? Tash ajo është do ta mirë kuptojnë si. Ajo tash mbetet të shihet, nuk mund të flas vendin nga një lloj kryengritje, mbase edhe pa moderuar kuptimin kryengritje, revolta në rrugë, pak që të ndodh ato, duhet të ketë agent social dhe politik i cili e moderon dhe i krijon këtu. Deri në këtë moment unë nuk kam parë një lloj agenti të tillë social dhe politik që është në gjendje ti kanalizoj frustrimet eventuale publike në raport me zhvillimet që po ndodhin. Pra do, sepse nuk ndodhin edhe protestat vetvetijo, nuk ndodhin as reagimet sociale vetvetijo, pa qenë një shtytje, pa qenë një faktor i cili arrin që ta krijojë momentumin për nevojën dhe domosdoshmërinë e këtyre formave tjera të organizimit politik për ta zhbllokuar situatën. Mirë po, personalisht unë uroj që të mos ndodhën, shpesh edhe nga kjo studio televizive kam thënë që dëshiroj që parashikimet e mia të mos dalin reale, mirë po duke i pa veprimet politike, sidomos brenda këtij viti, sepse nuk ka pas arsye na për marrë, arsye politike racionale, nuk ka pas as për marrë në këtë situatë. As në këtë gjendje në cilën ndodhemi. Por janë faktorë tjerë, do thotë, të cilat mund të vazhdojnë të jenë prezent edhe pas përfundimit të zgjedhjeve që mund të ndikojnë të kalojmë nga njëra krizë në tjetrën dhe në thellim dhe përkeqësim të saj. Kasolli, të falenderoj për vlerësimet, analizën, observimin që e ndave me publikun për situatën. Ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.